Me bugra e puthjes ishte se ishte mbas një debat shumë të madh. Nëse do thoja që deri tani kisha përjetuar emocione të forta. Nëse duket pas kam gënjur. Kishte emocione më të forta që kam kaluar deri tani. Po. E ndjeva dhe bëra shumë e thjeshtë. Po. Me thënë të drejtën, edhe unë e bëra pushim sot, se u emocionova shumë. U municionova shumë që u puth t'juve. Është qyqja time për vetën tënde. Qyqja ti për vetën tënde. Po ti e ke puthë në presjoni me. Në presjoni, se nuk të erdhe dhe në qikë zorë. Se para te, para syve tu, shau një femër tjetër. Me rope me fis. Edhe ti u puthe. Direkt mbas sharit, vaj të u puthe. Unë të admeni i vesh ju dashur miq, ju shikues të rregull të këtij formati. Si e shoh unë, për shembull. Patjetër që ndoshta mundet të ta këndirë, sepse nuk jam trupin e Inës, të shikoj të studioj ndjenjat e saj. Po siç duket kështu na jap, ça ndisim jep mua ose ça vibe. Nuk e di pse mbase ka puthur për ta qetësuar se u harbua. Filloi ky çante me produksione me Inën në ropte motra fise tëra me radh. I shau edhe ka thënë këta puth që të qetësohet se ndoshta ka pasur frikë se mënyra se si i fliste ky Timoj, edhe shikimi që kishte ky kundrejt saj ishte pak si shantazues ose kërcënues. Kjo qyqja natës rrezë ka puthur se të mbylli gojën. Hajt, sa për të thënë. Po nuk është se kush e di se çana emocion, po jo më nuk se uajta, nuk jeni në atë lloj kategorie ju, për shembull transmetoj puthje emocion me puthje që bëni aty. Po jo më shpirt jo, po jo më zemër se e dim. Jemi regjur, për kokën time jemi regjur. Ne e bëjmë Big Brotherin. Atje. Ne këtej, duke komentuar, duke dhënë rëndësi shumë situatave dhe Bigu shkon aty ku do publiku. Ne, po vetëm tek nxjerrja jashtë nuk shkon tek ne Bigu për shembull, se ti duhet të javën e parë. Se duhet kishe dalë që javën e parë. Po që të ka muhabetin shpesh herë Bigu shkon atë që komentojmë neve, shkon te rrjedha jon. Dale thot, çfarë thot publiku? Dale. Biles mbaj mendur kur ishte Brikena që thoi nomini Mateon, edhe unë thash, ka vajtur një 1 milion e ca shikime ajo video, që thash, sa do doja thash që ta çonte Erikun me Mateon në studio, që të shikonim reagime Brigut. Një të tap, ashtu shkoj. Erdhi Prime, një të futur Erikun dhe Mateon, i çojnë në fund fare, edhe për të parë reagimin e Brikit. Kështu që prandaj themun, Bigu bën çfarë themi neve, po s'bën dot kur çatu ne të mbajmë të lçojmë të nxjerrim që aty nuk e bën dot Biku. Kështu që lere me mos lere, nuk e kemi hallet të tyne. Më shumë emocion ka ai Kristi me Krusitën, ai si i rejt, edhe paka shumë Mateo me Brikenën, po që më përpara lidhet Kristi me Krusitën se sa Mateo me atë. Po nejse, ky muhabet ju dy një herë si e fare. Ai ciao, se për 2 herë.